Demokratike e Kosovës ka qenë në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje, ka pasur një presion të jashtëzakonshëm që taksa 100% të largohet, taksa ndaj produkteve të Serbisë. Dhe ju e dini, atëherë erdhi deri të prishja qeverisë dhe me disa veprime të tjera të Lëvizjes Vetëvendosje që ishin në kundërshtim me marrëveshjen në mes të dy partive politike, në mes të partnerëve të koalicionit në atë kohë, dhe ishim ne, Lidhja Demokratike e Kosovës, të cilët hymë në qeveri, apo jo? Derisa Partia Demokratike e Kosovës rrinte në kuvend dhe kërkosej që po rrinë në opozitë sepse nuk po ngarent pas pozitave dhe pas pushtetit, apo jo? Atëherë, kush ka qenë? Dhe asnjëherë ne nuk kemi apostrofuar PD-n si parti e cila po friksohet që të hyjë në koalicion. Ne kemi bën në atë kohë një qeveri me 61 vota në kuvendin e Republikës së Kosovës, ku mandej do me thonë doli që njëra prej votave në fakt nuk ka qenë vot fare, sepse personi nuk ka pasur të drejtë as të certifikohej nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për shkak të akte akuzave gjanave të tjera të cilat i ka pasur. Po, tash t'ju them kështu, sikur Partia Demokratike në atë kohë të ishte pjesë e koalicionit qeverisës, ne sigurisht që do e kishim një mandat 4 vjeçar, do kishim kohë që të tregonim rezultate. Mirë po pavarësisht asajna, ne kemi hyrë në qeveri me 61 numra, kemi qeverisur për 7-8 muaj, kemi pas fatmirësisht në kohën e pandemisë, unë mund të numroj që kemi pasur rezultate ma shumë se sa kurti në mandatin 4 vjeçar, dhe mirë, po çka ka ndodhur me rezultatet e votave më pas? Ne kemi paguar... Ju kohën e pandemisë keni patur rezultate më të mira se kurtin 4 vjet? Absolutisht po, absolutisht po. A do me t'i përmend cilat ishin? A s'është deklarat kjo goxha me një farë forme e tepruar? Thuhet që më shumë ajo periudhë ka qenë e shkurtër. Kjo, dëgjoj, tash unë mund t'i përmend me disa projekte të cilat ne kemi pas në atë kohë. Më lejo të them, në kohën kur ne kemi marrë, do me thonë kur qeveria Hoti ka marrë qeverisja, ne kemi gjetur një vendim të qeverisë Kurti, e cila ka qenë përmbyllje